që mua në të vërtet më ndodhi një natë dhe të mos t'ju ndodh në nave të tjera. Diçka që mua më la pa fjalë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ndajmë bashkarisht letrën e radhës, një letër që në të vërtetë është shumë e dhimbshme, një letër që është shumë e ndjerë dhe një letër që është tronditse. Këtë letër ma ka shkruar një nën e cila po kalon një vuajtje të madhe dhe një vuajtje të tmerrshme për djalin e saj. Ajo e ka humbur djalin, por nga vuajtja që ka kaluar, nga lotët që ka derdhur, nga trishtimi që ka kaluar, ajo nën po përjeton një krizë tjetër, një krizë të ëndrave. Dëgjojeni letrën deri në fund se çfarë thot kjo nën për djalin e saj. Më besoni që do të habiteni nga ajo që do të lexoni. Unë me thënë të drejtën nuk e besoja dot që gjërat mund të vinë në këtë formë. Ka disa dhimbje që nuk mund të shpjegohen në asnjë mënyrë me fjalë. Ka disa humbje që nuk i pranon në asnjë mënyrë zemra. Dhe ka një dhimbje që vetëm një nën me të vërtet mund ta kuptojë. Dhimbjen e humbjes së djalit të saj. Sot unë rrëfej historinë time me sytë e mbushur me lotë. Nuk kërkoj mëshirë, nuk kërkoj që dikush ta largoj dhimbjen. Unë vetëm dëshiroj të tregoj diçka që mua në të vërtet më ndodhi një natë dhe të mos t'ju ndodh në nave të tjera. Diçka që mua më la pa fjalë. Një ëndër që për të nuk ishte thjesht një ëndër. Sepse në atë ëndër, unë e pash djalin tim. Djalin që unë kam humbur, djalin që ende më kërkon çdo ditë. Djalin që zemra e saj dhe zemra ime si nën nuk e pranonte kur që Talia që i mbirë të më ikte. Biri im, kështu do ta nis rrëfimin. Që kur ti ike nga kjo botë, unë nuk jam më ajo që isha. Njerëzit më shohin çdo ditë. Më shohin duke ecur, më shohin duke folur. Ndonjëherë, e them ndonjëherë, më shohin edhe duke buzëqeshur. Dhe ndoshta në thelb mendojnë se unë jam vërtet shumë mirë. Por askush nuk e di se çfarë ndodh brenda zemrës të një nëne që e ka humbur fëmijën. Askush nuk e di sa herë në ditë unë ty të kërkoj me sy. Sa herë unë e pres që ta dëgjoj zërin tënd. Sa herë më duket sikur dëgjoj hapat e tu nëpër korridore. Sa herë kthehem nga dera duke menduar se ndoshta ti do të hysh në atë shtëpi. Edhe ti nuk vjen. Vetëm heshtja në këtë mes mua më përgjigjet. Ditët pas largimit tënd ishin ditët më të vështira të jetës time. Shtëpia ishte kuptim plot. Çdo cep i saj fliste për ty. Fotografi, rroba, sende të vogla që dikur ti i përdorje. Disa karige ku ti ishe ulur. Një dhomë ku dëgjohej zëri jot. Gjithçka ishte aty, por në thelb vetëm ti mungoje. Edhe kjo ishte ajo që mua më vriste më së shumti.
Dhe unë nuk dija ku ta kërkoja të vërtetën. Të kërkoja në shtëpi, të kërkoja në fotografit të tuat, të kërkoja në kujtime, të kërkoja në ëndra, dhe çdo natë para se të mbyllja syt i lutesha Zotit madh, o Zot, nëse nuk mund ta ke më pranë meje ti mbir, të paktën ma sill një herë në ëndër. Dua vetëm të shoh, dua vetëm të dëgjoj zërin, dua vetëm të të përqafoj edhe një herë. Dhe një natë ndodhi ajo gjë që unë e kisha pritur shumë gjatë. Unë rash në gjumë me syt plot me lot. Dhe në ëndër e pash, ishte ai, djali im. Qëndronte përballë meje. Unë e njoha më një herë. Nuk kisha nevojë që t'ja shihja fytyrën gjatë. Një nënë e njeh fëmijën e saj edhe në mijëra botra të tjera. Unë e thira birë dhe ai vrapoi drejt meje. Donte të më përqafonte, donte të më mbante fort, donte të më thoshte gjithçka që kishte mbetur pa thënë. Por lotët nuk e lejuan që të fliste. Unë vetëm qaja dhe shikoja. Pastaj thash, pse i ke birim? Pse më le vetëm? A nuk e dije se nuk mundesha dot të jetoj pa ty? A nuk e dije se zemra e nënës nuk mësohet kur me mungesën e fëmijës? Djali më shikoi në sy, ishte shumë i qetë. Nuk duke i zemëruar, nuk duke i trishtuar, vetëm i qetë. Dhe pastaj ai më foli me një zë që unë personalisht nuk do të haroj kur. Më tha, mos qaj më nën. Unë heshta dhe ai vazhdoi. Më lër të qetë këtu ku unë jam. Unë u zgjova me një herë, më rihte zemra fort. Me fytyrën të lagur në lot, për disa sekonda nuk e kuptova se ku ishte. Shkova përreth e kërkova, i thira, birë, por askush nuk mu përgjigj. Unë e kuptova se isha zgjuar, edhe ai nuk ishte më aty. Por në thelb diçka kishte ndryshuar, sepse për herë të parë, pas shumë kohësh, unë ndjeva si kur djali im kishte ardhur për të më dhënë një mesazh. Një mesazh që nuk e kisha kërkuar, por që ndoshta kisha nevojë ta dëgjoja. Mos qaj më, nën, 4 fjalë, vetëm 4 fjalë. Për ato fjalë ishin një botë e madhe për djalin tim. Birë, unë nuk e di nëse mund të mos qaj. Ndoshta do të qaj edhe shumë herë, do të qaj kur të më merr malli, do të qaj në ditëlindjen tënde, do të qaj në festat familjare, do të qaj kur të shoh moshatarët e tu duke kaluar në rrugë, do të qaj kur të dëgjoj një këngë që më kujton ty, do të qaj kur ndikush të përmend emrin, po do mundohem të mos qaj nga dëshprimi, sepse ti nuk je më këtu fizikisht, por je ende në çdo rrahje të zemrës sime. Mos i rëndoni fëmijët tuaj.